Stuhitë e fuqishme shkaktojnë viktima dhe shkatërime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Stuhitë e fuqishme që shkaktuan 3 viktima në Mississippi dhe shkatëruan çatit e ndërtesave në një qytet të vogël të Oklahomës po vazhdojnë drejt lindjes, duke shkaktuar paralajmërime për tornado në brigjet lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Stuhita e Deborës kanë goditur pjesën qendrore të perëndimit amerikan, ndërsa errat e forta po përhapin zjarret në Teksas. Parashikuesit e motit paralajmërojnë se një stuhi që vjen nga paqësori pritet sjellë rreshje shiu dhe dëbore në të gjithë Kaliforninë dhe pjesë të tjera në brigjet perëndimore amerikane nga e mërkura deri të premten. Paralajmërime për tornado u lëshuan të mërkurën në të dy Karolinat, Florida dhe Virginia. Zyrtarët e qarkut të Unionit të Karolinës së Veriut tha në një postim për mediat sociale se po vlerësonin dëmet e stuhisë ndërsa pritet të konfirmohet një tornado. Zyrtarët thanë se nuk ka të lënduar. Errat e forta në Teksas dhe bimësia e thatë krijuan kushte të favorshme për përhapjen e zjarreve në disa zona. Njoftohet për 20 shtëpi dhe struktura të djegura në qarkun San Patrico, pranë qytetit Corpus Christi, ka thënë gjyqtari i qarkut Davis Kerbs. Nuk ka njoftime paraprake për të lënduar. Deri tani janë konfirmuar 7 tornado në Teksas, Oklahoma dhe Louisiana. Sipas të dhënave paraprake nga shërbimi i motit, stuhitë e fuqishme në brigjet lindore shtrihen në New York deri në Florida.